Sheshi është një lajm I gëzuar për familjen tonë të madhe politike dhe bën edhe më të gëzuar kremtimin e 20 vjetorit të forumit rinor Eurosocialist. Gëzuar ditëlindjen e këtij forumi të gjithëve. Eurosocialistëve të Kukësit, Eurosocialistëve të Vlorës, Eurosocialistëve të Durrësit, Kavajës, Laçit, të Fierit, të Lushjes, të Elbasanit, Librazhdit, Eurosocialistëve të Korçës, të Tepelenës dhe Gjirokastros, edhe të Përmetit, edhe të Malakastros, edhe të Sarandës, Eurosocialistëve të Shkodrës dhe të Malësis Madhe, të Pukës, Bulqizës, Burrelit, Peshkopis, Eurosocialistëve të Hasit, gjithsesi, për t'i përmbyllur të gjithë që të mos I ngelet hatri askujt, gëzuar nga Pandeli Majko në New York, sot tek çdo njëri prej jush, gëzuar nga Ilir Zela këtu në sallë, tek çdo njëri prej atyre që do donin të ishin me ju këtu në sallë. Gëzuar nga freshisti I moqëm, Ndre Legisi, po këtu në sallë, tek çdo njëri që ka kapërcyer për herë të parë sot pragun e shtëpisë së të rinjve socialist dhe progresist Shqipërisë. Gëzuar dhe faleminderit organizatorëve për ftesën që më bën për ta përshëndetur këtë takim. Gëzuar. Sytë e mi, ky është një takim për të ardhmen. Me ndjenjën e krenarisë legjitime për arritjet e bukura të shkuarës dhe të shqetësimit për problemet e rënda të sotmes. Prandaj, më lejoni që t'ju them disa fjalë për të sotmen dhe për të ardhmen. S'kam mësime për t'ju dhënë, po vetëm disa mendime për t'i ndarë me ju. Kur isha në moshën tuaj dhe prindrit më jepnin mësime, mbyllja syt dhe thosha me vete, aman mbaroni shpejt dhe në u bëfsha ndonjëherë prind, s'do ta bëj kurrë me fëmijën tim ato që bëni ju me mua. Ata gjithnjë më thoshin, mos I mbyll syt, po dëgjoj. Dhe kur të bëhesh prind do na japësh drejt. Ka kohë që unë u kam dhënë drejt. Por, prap se prap, djalit dhe vajzës sot nuk kërkojnë të m'japin me dorëmos të drejt, po vetëm të më dëgjojnë kur kam diçka për të thënë. Jo sepse nuk u druhem gabimeve që mund të bëjnë, po u druhem më shumë gabimeve që unë mund të bëj kur flas me ta. Një 20 vjeçar sot, si që janë shumica ndër ju këtu, po si që është dhe vetë për koincident, kjo organizatë rinore që sot mbush 20 vjetë, jeton në I botë tjetër, nga bota e 20 viteve të para të gjeneratës time. Kur unë isha sa ju 20 vjeç, jetoj në I botë që s'kishte liri, s'kishte lidhje me gjallët e botës, matan kufive të mbyllur të Shqipërisë. S'kishte lidhje me librat, pikturat, filmat, muzikën, arkitekturën dhe me radhë gjitha shprehjet e panumërta të lirisë mendimit njerëzor
jashtë bunkerit ku na mbante kyçur me pahir diktatura komuniste. Po dallimi mes nesh atëherë dhe juve sot s'është vetëm kaq. Doni ta dëgjoni dallimin? Atë kërkoj leje të vazhdoj i pandërprer nga dorëkitet që më pëlqejnë shumë, por më pëlqen shumë po ashtu që t'i ndaj këto mendime me ju. Sepse, faleminderit shumë. Sepse dhe me që ra fjala për saktësi 198 cm. Sepse edhe ajo botë matan është transformuar dhe ajo aq rrënjësisht në përmbajtje dhe në formë sa ai është e pamundur të bëhet çfarëdo krahasimi mes asaj që ishte atëherë bota dhe asaj që është sot.